Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po takohemi në emisionin shpirtëror jam mes nesh. Emision ky që i kushtohet trashëgimisë kulturore e shpirtërore. Në këtë episod ndodhemi në xhaminë e re, lagja e Trimave në qytetin e Kumanovës, për të mësuar më shumë për historikun e kësaj xhamie, çfarë karakterizon atë, cila është specifika dhe tradita e kësaj xhamie. Ai i cili na shoqëron në këtë bashkëbisedim është Hoxha Eliasa Efendi Mahmudi, me të cilin do të flasim për të gjitha detajet. Hoxha i nderuar, ky emisioni kushtohet trashëgimisë kulturore e shpirtërore, objekteve të kultit dhe historikut të tyre. Kur jemi tek xhamia e re, lagja e Trimave në qytetin e Kumanovës, cili është historiku i kësaj xhamie? Pra kjo xhami, gurthemeli së cilës është vënë me 29 maj të vitit 2003, ka qenë nevoje kahmoqme e kësaj lagje, e kësaj popullate. Dhe Këshilli i Bashkisë Islame të Kumanovës, e më vonë edhe Muftinia e Bashkisë Islame të Kumanovës, qysh nga vitet e 60-ta të shekullit të kaluar, edhe në dokumentacionet e Muftinisë figuron se pikërisht prej vitit 1968, Këshilli i Bashkisë Islame i Kumanovës në vazhdimsi ka parashtruar kërkesa deri te organet shtetërore për ta marrë një lokacion për ndërtimin e një xhamie në këtë lagje. Mirë po, përgjigje atyre kompetentëve organeve shtetërore gjithnjë ka qenë se nuk kemi ndonjë lokacion të veçantë për ndërtimin e xhamisë, edhe gjithherë kërkesat e Bashkisë Islame kanë qenë të refuzuara, kinse nuk e lejon edhe nuk parashihet në planin urbanistik të qytetit të Kumanovës. Dhe popullata e kësaj lagje në vitin 1994 vet u organizua dhe pikërisht në këtë vend i bleu 2 shtëpi në sipërfaqe prej 800 metra katror, të cilët 2 shtëpi u adaptuan për faljen e namazeve dhe prej vitit 1994 dhe deri në vitin 2003. Pra, plot 9 vite deri në marrjen e leje zyrtare për ndërtimin e xhamisë, në kushte mjaft të vështira, xhamati e kanë frekuentuar këtë vend, kanë falur 5 vaktet e namazit, namazin e xumas, namazet e teravih, gjatë Ramazanit, namazet e Bajramit, dhe derisa erdhi edhe dita historike e 29 majit të vitit 2003 dhe u vendos gurthemeli në këtë xhami, e cila është emërtuar me emrin Xhamia e Re, sepse është xhamia e parë e ndërtuar në këtë qytet në kohën moderne, sepse xhamia e qytetit që gati bën 500 vite histori, xhamia e Tatar Sinan Paçës e ndërtuar në vitin 1532, pra kjo është xhamia e parë e ndërtuar pas gati 5 shekujve në këtë xhami, prandaj edhe emërtuam me emrin Xhamia e Re. E shohim që kjo xhami është një xhami e madhe. Çfarë karakterizon këtë xhami? Po kjo xhami padyshim se është xhamia e lagjes së Trimave, që frekuentohet nga xhamati i të gjitha moshave, pra e frekuentojnë gjatë 5 kohëve të namazit, në namazin e xumas, gjatë namazit të teravive, pra është xhami me të cilën mburret kjo popullat, për shkak se më në fund edhe u realizua kërkesa, dëshira shekullore e kahmoqme e kësaj popullate, dhe ajo që është karakteristike për këtë xhami është se përbëhet prej 2 minareve. Minaret e kanë lartësinë 31.5 metra, pra janë të gjata, xhamia për brenda është e veshur me pllaka, me dekorim, të cilët kanë ardhur nga qyteti Kütahya i Republikës së Turqisë. E në atë dekorim kemi emrin e Allahut, e kemi emrin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pra aty në krye të mihrabit gjendet edhe Bismillahi, pra me emrin e Allahut të lartë madhërishëm, gjendet edhe ajeti kryesor, më i madhi në Kur'anin famëlar, ajeti 255 i surës El-Bekare, që quhet Ajetul Kursi. Xhamia në katin kryesor është 240 metra katror, kati i poshtëm i xhamisë është 200 metra katror, ndërsa mafili
Kati i lartë është 150 metra katror, kështu rreth 600 metra katror ka është sipërfaqe e xhamisë në të tre katet dhe për afërsisht diku rreth 1000 xhamat me gjithë oborrin mund të prezantojnë në xhami, pra atë që është kapaciteti i xhamisë dhe sidomos ditëve të xumas, po edhe gjatë muajit të Ramazanit, ditëve të Bajramit, madje ditëve të Bajramit edhe oborri nuk është i mjaftueshëm, njerëzit falen edhe në rrugë dhe kështu që lutim Allahun xhelle shanuhu që xhamit edhe më tepër të shtohen sepse janë nevojë e patjetërsueshme e popullatës ku këtu i plotësojnë nevojat e tyre shpirtërore duke adhuruar krijuesin e gjithësisë, Allahun e lartëmadhërisht. Nata e Kadrit është nata kur Muhamedi, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, u takua me engjëllin e shpalljeve dhe të librave në shpellën Hira për të pranuar mesazhin hynor Kur'anin famëlar. Të nderuar shikues, në këtë emision do të trajtojmë temën vlera e natës së Kadrit. Hoxhi nderuar, pra kur jemi tek nata e Kadrit, cili është historiku i kësaj nate, si erdhi shpallja e Kur'anit famëlart, kjo natë kaq e mrekullueshme dhe deri tek shpirti i bekuar i Muhamedit, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të. Padyshim se nata e Kadrit është nata e vlerës së madhe. Dhe vetë emërtimi Lejletul Kadr, nata e Kadrit, pra vetë fjala Kadr do në thot përcaktim, do në thot pozit, do në thot vlerë. Pra është nata e vlerës së madhe, është nata e pozitës së lartë, është natë e jashtëzakonshme. Dhe si mos jetë natë e jashtëzakonshme, kur Allahu xhelle shanuhu pikërisht në këtë natë, në vitin 610, e ka shpallur Kur'anin famëlart, ja ka shpallur vullës së pejgamberisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra ashtu siç e theksuat edhe ju, derisa i dërguari sallallahu alaihi wasallam ishte i vetmuar në shpellën Hira dhe e mediton të krijuesin e gjithësisë, vjen Xhibrili alaihi salam edhe i akumton ajetet e para të Kur'anit famëlart, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lezo në emër të Zotit tënd i cili ka krijuar gjithçka. Që do të thotë se kjo fe madhështore është fe e leximit, është fe e arsimimit, është fe e edukimit dhe qysh në urdhënin e parë i ka shpall luftë analfabetizmit, i ka shpall luftë ignorancës, se pikërisht u shpall në kohën e ignorancës, në një ambient ignorant kur njerëzit adhuronin idhuj në vend të Allahut xhelle shanuhu. Pra nata e Kadrit që Allahu e ka përmendur në Kur'an është nata e shpalljes së Kur'anit. Dhe kjo natë është në muajin e Ramazanit. Allahu xhelle shanuhu pra e shpalli Kur'anin në muajin e bekuar të Ramazanit. Dhe tha në surën Al-Baqara: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Muaji i Ramazanit është muaj në të cilin u shpall Kur'ani, që është udhëzim për njerëzit dhe që e dallon të vërtetën prej të pavërtetës. Dhe pikërisht në Ramazan, në pjesën e fundit të tij, është nata e Kadrit. Dhe Allahu xhelle shanuhu në kuadër të 114 sureve të shpallura të Kur'anit, një sure e quajti emërtoi me emrin Suretul Kadr. Edhe tha:
inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne e shpallëm Kur'anin në natën e Kadrit. Pra e shpallëm Kur'anin në natën e Kadrit, qëllimi është se Kur'ani për një herë është shpallur nga Lauhi Mahfudhi në qiellin më të afërt të dunjas, në vendin e quajtur të famshëm Beitul Izze. Edhe prej aty, prej qiellit të dunjas, qiellit të tokës, Gjibrili alayhi salam në periudhë prej 23 vjetëve, 13 vjet në Mekë dhe 10 vjet në Medinë, ja kumton shpalljen e Kur'anit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pse në periudhë prej 23 vjetëve? Për shkak se Muhamedi alayhi salam edhe besimtarët musliman kaluan në për shumë rrethana, në për shumë gjendje, në për shumë situata, në për shumë sfida, në për shumë vështirësi, e për të pasur përgjigje dhe zgjidhje për te i kalimin e atyre situatave, vjen Gjibrili alayhi salam edhe ja shpall suret e Kur'anit ose ajetet e Kur'anit në mënyrë që i dërguari i Allahut Muhamedi alayhi salam të vazhdoj edhe më fuqishëm për t'i thirrur njerëzit në rrugën e Allahut. Pra Allahu tha, e kemi shpallur Kur'anin në natën e Kadrit. Dhe çdo shtyri ty ta dish se çka është nata e Kadrit, çfarë është vlera e saj. Lejletul Kadri khairun min elfi shahr. Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. 1000 muaj bëjnë 83 vjet e 4 muaj. Pra ai i cili në natën e Kadrit e adhuron Allahun, bën ibadet, bën vepra të mira për hir të Allahut, ai ibadet, ai adhurim, ato vepra të mira e kanë vlerën më tepër se 1000 muaj. Pra Lejletul Kadri khairun min elfi shahr, dhe çka ndodh tjetër në natën e Kadrit? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idhni rabbihim min kulli amr. Në këtë natë madhështore zbresin melaqet. Zbresin melaqet në tokë afër njerëzve, edhe përcaktojnë çdo çështje të vitit. Pra bëhet përcaktimi vjetor, megjithse përcaktimi i përgjithshëm është bërë 50.000 vjet para krijimit të qiejve dhe të tokës, siç potencohet në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po në natën e Kadrit, Allahu a bën me dije melaqeve që janë të autorizuar për shkrimin e caktimeve të Allahut xhalleshanu, për ngjarjet që do të ndodhin, për lindjet, për vdekjet, për furnizimet, edhe gjithë çka ndodh në këtë gjithësi, ju bëhet me dije me laqeve të Allahut deri në natën e ardhshme të Kadrit. Për atë arsye dhe quhet pra nata e përcaktimit vjetor. Selamun hiya hatta matla'il fajr, dhe kjo natë është natë e paqes deri në mëngjes. Pra është natë e paqes për të gjithë ata që me përkushtim e adhurojnë krijuesin e gjithësisë. Pra të flitet për këtë natë madhështore, pra nuk mundemi në minuta të kufizuara, mirë po ne po i shpalosim ato vlerat më kryesore, më të theksuara të kësaj nate madhështore, që padyshim e bën të dalluar edhe muajin e Ramazanit, për shkak se muaji i Ramazanit është muaji i vlerave të mëdha, dhe vlera kulminante e këtij muaji është pikërisht nata e Kadrit. Hoxhë nderuar, ju përmendët se në natën e Kadrit pra Zoti dhe përcakton fatin e njeriut, dhe jo vetëm, pra domethënë ka shumë begati, shumë mirësi dhe njerëzit mund të përfitojnë shumë në aspektin shpirtëror. Përmendët gjithashtu se kjo natë është më me vlerë se 1000 muaj. Si e shpjegon Kurani këtë? Pra Kurani e shpjegon pra në mënyrën shumë të qartë, që e theksuam edhe më herët, Lejletul Kadri khairun min elfi shahr. Pra nata e Kadrit është më me vlerë se 1000 muaj. Dhe derisa vlera e kësaj nate është më me vlerë se 1000 muaj, besimtari nuk bën që të jeti pa kujdesshëm ndaj shfrytëzimit të kësaj nate, sepse shumë njerëz edhe tregojnë të pa kujdesshëm
Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithherë kur e ka përgëzuar ummetin, i ka përgëzuar besimtarët musliman me rastin e ardhjes së muajit të Ramazanit, ka thënë, po ju vjen një muaj i madh, një muaj madhështor, një muaj i bekuar, një muaj në të cilin është një natë që është më e mirë se 1000 muaj. Kush e shfrytëzon këtë natë, padyshim se ka arritur begati të mëdha, bereqete të mëdha, shpërblime të mëdha. E kush nuk e shfrytëzon, le ta dije se është i privuar nga mëshira e Allahut. Prandaj edhe këshilla jonë në këtë emision është që besimtarët musliman mos të privohen nga mirësitë e kësaj nate, po ta shfrytëzojnë në maksimum dhe të arrijnë paqen, të arrijnë mëshirën, të arrijnë faljen dhe të pendohen sinqerisht tek Allahu, të jetë një pikë e ndryshimit të jetës së tyre, ka e mira, ka pozitivja, ka ajo që e dëshiron krijuesi i gjithësisë, që ne të jemi adhurues të përkushtuar ndaj Allahut xhelle shanuhu. Nëse besimtarët e takojnë këtë natë, cilat janë adhurimet të themi dhe lutjet specifikisht, çfarë lutje duhet të bëjnë këtë natë? Po ajo që është më e pakta minimumi në natën e Kadrit, është që besimtarët të prezantojnë në xhami, të falin namaz. Pra së paku të falin namazin e yatsis me xhamat dhe namazin e sabahut me xhamat. Sepse namazi i yatsis me xhamat në xhami dhe namazi i sabahut me xhamat ka vlerë të jashtëzakonshme. Vlerë që për çdo ditë, për çdo natë kjo përsëritet, sepse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e fal namazin e yatsis me xhamat dhe kush e fal namazin e sabahut me xhamat, konsiderohet sikur gjithë natën ka bërë ibadet. Prandaj edhe besimtari i Allahut, nëse në natën e Kadrit, namazet farze, ndërsa namazet farze janë më të dashura tek Allahu, që duhet me i dhënë prioritet. Pra e fal namazin e yatsis me xhamat, edhe të sabahut me xhamat, e ka arritur shpërblimin e jashtëzakonshëm të natës së Kadrit. Po veç kësaj, në Ramazan për çdo natë e falim namazin e teravis. Pra edhe në natën e Kadrit mos ta le besimtari pa e falur namazin e teravis. Veç kësaj, në natën e Kadrit është mirë me ndej zgjuar, edhe pas mesnate me fal edhe namaz nate. Me fal namaz nate, pra me adhuru Allahun me namaz, sepse namaz është vepra më e dashur tek Allahu kur besimtari duke rënë në sejdë i afrohet Zotit të gjithësisë. Veç kësaj të lexoj shumë Kur'an, sepse është nata e shpalljes së Kur'anit. Pra të lexoj shumë Kur'an, sepse Kur'ani është fjala e Allahut e zbritur, e shpallur në natën më të mirë se 1000 muaj. Veç kësaj ta përmendë shumë Allahun xhelle shanu, sepse përmendja e shumët e Allahut është prej adhurimeve të preferuara, të lavdëruara të kësaj nate. Veç kësaj të bëj shumë dua. Duaja është truri i ibadetit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Aisha radiallahu anha, bashkëshortja e pejgamberit alaihi salam, e ka pyetur bashkëshortin e saj, të dërguarin e Allahut: Ja Resulallah, o i dërguari i Allahut, nëse e qëlloj natën e Kadrit, çka të lutem? Tha Muhamedi alayhi salam, lutu duke thënë: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti je falës, e do faljen, më fal mua. Pra në vazhdimsi, besimtari dhe besimtarja le ta përsërit këtë dua, edhe nëse nuk mundet ta shqiptoj në gjuhën arabe, hiç nuk ka problem ta thot edhe në gjuhën amtare duke thënë: O Allah, ti je falës, e do faljen, më fal mua. Veç kësaj në këtë natë të jep sadaka, ti ndihmoj
skamnorët, jetimat, njerëzit me nevoja të ndryshme, veç kësaj pra të jetë edhe duke i përforcuar edhe lidhjet familjare, lidhjet farefisnore, lidhjet vllazërore, shoqërore, sepse shumë njerëz nuk i kanë mirë edhe lidhjet familjare. Jetojmë në një kohë kur kjo është edhe më së evidente, prandaj le të jetë nata e Kadrit pika e kthesës, pika e ndryshimit, e pozitivitetit në jetën tonë, duke i përforcuar edhe lidhjet tona familjare, farefisnore, vllazërore, duke qenë pra unik besimtar vëllezër në fenë e Allahut të lartësuar. Hoxha i nderuar, unë të falenderoj shumë që ju na keni mirëpritur në xhamin tuaj dhe për mundësinë dhe kohën që na e dha të flasim për këtë temë. Gjithashtu faleminderit edhe juve, Allahu ju shpërbleft dhe ju dhënë suksese në veprimtarinë tuaj. Faleminderit gjithmonë, kënaqësi. Të nderuar shikues, këtu jemi në fund të këtij bashkëbisedimi. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen deri në episodin e ardhshëm. Mirupafshim.